edhe pse kanë ardhur shumë hadithet nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili flet për vlerën e martesës, por nuk do t'i mshoj shumë kësaj çështje, se kjo dihet në fen ton që martesa ka një vlerë të madhe. Por ajo që unë kërkoj është për ata të rinj të cilët dëshirojnë të martohen. Ne nxjisit martohen, por ai i ri i cili dëshiron të martohet, para se të martohet, duhet ta ndërgjegjësojë dhe ta parapërgatisi veten e tij për një fenomen të tillë. Kjo është natyrshëm sepse ti do të bash i detyrë, çfarë do lloj detyre, nuk mund ta bësh atë detyrë pa e ditë çfarë është ajo. Nuk mund ta bësh atë detyrë ose atë post ta marrësh përsipër i bar ose një përgjegjësi kurriz pa e ditë çfarë është kjo lloj përgjegjësie. Nuk bëhen gjërat surprizë, nuk ka surprizë. Nëse ti nuk parapërgatitesh, kjo lloj surprize do të dështojë. Kjo lloj surprize prishet. Ne po flasim dhe logjika jonë është që kur njeriu do të bëjë një hap të rëndësishëm në jetën e tij, siç është martesa në këtë rast, duhet patjetër që të parapërgatitet dhe të ndërgjegjësohet që ta marrë këtë çështje në atë shenjtërinë, në atë seriozitetin më të madh. Pra, martesa nuk është lojë. Martesa nuk është diçka që njerëzit thonë ai ta provojmë mirë. Jo, nuk ka kështu. Martesa është e shenjtë. Martesa është serioze. Dhe për sa kohë është serioze dhe e shenjtë, njeriu duhet të jetë i parapërgatitur për të marrë një përgjegjësi apo një veprim të tillë që është shumë e rëndësishëm në jetën e besimtarit. Për këtë arsye, ai person i cili do t'i marrë parasysh këto gjëra ose do të bëjë një fenomen të tillë, duhet të ketë parasysh 3 gjëra. E para është se duhet kuptoj se martesa është përgjegjësi. E para. E dyta, duhet kuptoj që martesa është sakrificë. Dhe e treta është që martesa duhet kuptoj që është ndryshe. Domethënë, do të takohet dhe do të ketë ose do të bashkëjetojë ose do të jetojë me një njeri që është ndryshe nga ai. Ne do të shpjegojmë këto, se si janë këto fenomen. E para është që personi i cili do të martohet do të kuptojë se martesa është përgjegjësi. Është përgjegjësi që do thotë ai e ngarkon veten me një përgjegjësi dhe kjo përgjegjësi ai do t'i dali me sukses. Pra, është diçka që ti e merr mbi supet e tua dhe kjo gjë që ti e merr mbi supet e tua do thotë duhet ta mbash atë që ti e merr mbi supet e tua. Prandaj dhe profeti alayhi salatu selam na ka orientuar ne muslimanëve, na ka thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Thot profeti alayhi salatu selam, çdo kush prej jush është bari dhe secili prej jush është përgjegjës për kopen e tij. Pra, momentin që ti do të martohesh, po merr një përgjegjësi në supet e tua. Dhe kjo përgjegjësi ti do pyetesh para Zotit xhelel xhelalu për këtë. Pra që do thotë ti po ndërton një institucion që është shumë i shenjtë, shumë i bukur, shumë i mirë, duhet t'i dalësh për Zot. Pra ti duhet ta kuptosh se kjo është përgjegjësi. Dhe për sa kohë është përgjegjësi, duhet ta parapërgatitesh veten tënde për një gjë të tillë. Nuk është martesa që artikulohet apo reklamohet poshtë e përpjet se është diçka, domethënë një dashuri e zjarrt, ca trëndafila të kuqe dhe mbyllet me kaq. Ja, nuk është kjo. Ajo është pjesë e një martese që është e përbërë nga shumë pjesë. Ti nuk mund të marrësh vetëm këtë pjesë dhe ti i shfuqizosh gjithë ato pjesët e tjera. Jo. Ajo është një tablo e cila duhet përmbushi të gjithë pjesët e saj që të krijohet kjo tabloja e shenjtë, kjo tabloja e bukur që është martesa në këtë rast. Prandaj dhe në këtë rast, besimtari e sheh martesën si një përgjegjësi. Prandaj dhe Zoti xhelel xhelalu kur na tregon neve në ajetin kuranor, thot në këtë rast për burrat, për meshkujt, thot meshkujt kanë autoritet mbi gratë. Me që Allahu ka dhënë disa cilësi mbi ato. Dhe me që ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre. Pra që do thotë se në këtë ajet kuranor Zoti xhelel xhelalu po tregon që ti që po e bën këtë veprim dhe po e marr dhe po e ndërton këtë familje, do thotë që ti ke një përgjegjësi